nderuar teleshikues, dashur vëllezër dhe motra, më kishni njohemi së bashku në emisionin e parashëm Besimi i Krishterë Ortodoks. Në këtë emision do flas për një temë që besoj do të na interesoj. Do flas për muzikën, se si ajo ndikon tek ne njerëzit, në psiqikën tonë, në marrëdhëniet tona shoqërore, por do flasim edhe për muzikën bizantine, që është pjesë e artit kishtar dhe se si ndikon ajo në adhurimin tonë të Krishterë Ortodoks. Le të flasim në përgjithësi për muzikën si koncept. Muzika është një formë arti që përdor tinguj për të krijuar shprehje, emocione dhe ide. Ajo ndërtohet zakonisht nga elemente si ritmi, melodia dhe harmonia dhe mund të krijohet me zë, instrumenta muzikor ose mjete elektronike siç kemi edhe sot. Muzika mund të shprehë ndjenja siç është gëzimi, trishtimi, dashuri, qetësi dhe përdoret po ashtu në ritmin e saj edhe për argëtimin dhe bashkimin e njerëzve në kërcime, në argëtime. Pra bashkon njerëzit në festa, ceremoni dhe ngjarje të ndryshme. Ka shumë zhanre muzikor, të cilat mund t'i përmendim, siç është ajo klasike, folk, pop, rock, jazz e tjera zhanre të cilat njerëzit sot i dëgjojnë, i pëlqejnë sipas preferencave të tyre. Me pak fjalë, muzika është gjuha e tingujve që njerëzit përdorin për të shprehur atë që fjalët shpesh nuk mund ta thonë dhe nuk mund të perceptohet aq shpejt. Por na del një pyetje, pse ndikon kaq shpejt muzika tek neve dhe manipulon ndjenjat tona. Muzika ndikon shpejt tek njerëz sepse ai lidhet drejt për drejt me mënyrën se si truri percepton emocionet nëpërmjet tingullit dhe ritmit. Ajo nuk është vetëm një seri tingujsh, por është një përvojë që prek më shumë sistemin e trurit ton dhe për shembull ritmi ndikon në trurin tonë dhe në trupin tonë. Truri ynë priret të sinkronizohet me ritmin, për shembull një këngë e shpejtë, argëtuese, arrit energjinë, ndërsa një melodi e ngadaltë na qetëson. Melodia dhe harmonia lidhet dhe me emocionet dhe po ashtu ajo aktivizon qendrat e shpërblimit të trurit. Kur dëgjojmë muzikë që na pëlqen, truri prodhon elemente kimik, për shembull si dopamina, që lidhet me kënaqësinë dhe motivimin. Por muzika lidhet edhe me kujtesën. Për shembull një këngë që ne mund ta dëgjojmë na kujton një person ose një ngjarje duke na rikthyer emocione të forta. Zëri i njeriu kur sinkronizohet me tingullin, me muzikën, ka ndikim të fortë. Për këtë arsye muzika mund të frymëzojë, të jap kurajo, të nxjisë kreativitetin, të krijojë ndjenjë e bashkimit, të ndihmojë të na përpunojë emocionet, por ajo ndikon pozitivisht, por dhe negativisht, duhet ta dimë këtë. E para flasim se si muzika ndikon pozitivisht. Ndikimi i muzikës për mirë është shumë i madh sepse ajo mund të ndikojë, siç thash, emocionet, mendimet në gjithë trupin ton dhe marrëdhënien midis njerëzve. Për mira vjet njerëzit e kanë përdorur muzikën për shërime, festim, lutje, punë, kujtesë, lidhje shoqërore. Dhe pra muzika ka një ndikim pozitiv, është të përgjithshëm shoqëror tek njerëzit. Për shembull ajo përmirëson gjendjen emocionale, për shembull një këngë e bukur mund të sjellë gëzim, qetësi, shpresë dhe ngushëllim në momente të vështira, po ashtu lehtëson stresin. Muzika e qet ul tensionin dhe ndihmon që njeriu të relaksohet, rrit motivimin, për shembull muzika energjetike që ka energji, ka ritëm. Ajo përdoret edhe në një aspekte ndryshme të jetës njerëzore, si në sport, punë ose në aktivitete që kërkojnë përpjekje dhe energji. Thamë që muzika bashkon dhe njerëzit në këngë, në melodi, krijon marrëdhënie më të afërta dhe emocionale, familjare, shoqërore, kulturore, ndihmon në shprehjen e ndjenjave, na lejon të shprehemi emocionet që është vështirë t'i themi ndoshta edhe me fjalë, zhvillon kreativitetin. Pra muzika e mirë në përgjithësi është një burim energjie shpirtërore që mund na kujtojë vlerat që na japin kurajo, na afrojnë me të tjerët, na ndihmojnë të kuptojmë më mirë veten. Prandaj muzika përdoret kaq shumë tek njerëzit dhe njerëzit duan ta dëgjojnë muzikën nga mëngjesi deri në darkë. Por përveç saj kemi edhe një ndikim të keq të muzikës. Edhe pse, siç përmendëm, ndikime pozitive të muzikës, ajo mund të ketë ndikime negative në disa raste, sidomos kur përdoret ose përjetohet në mënyrë që ndikon negativisht te mendimet tona, emocionet
ose sjelljet e njerëzve. Për shembull, negativiteti i muzikës është kur muzika me ritmin e saj, por dhe me mesazhet e saj ndikon në rritjen e stresit ose të ankthit, për shembull siç është muzika e zhurmshme, agresive, ose në periudha të gjata mund të jap lodhjen e mendjes, po dhe vetë të trupit. Ajo tash që ndikon në emocione negative, disa këngë mund të thellojnë trishtimin, zemërimin ose ndjenjën e dëshpërimit të disa njerëz për shkak jo vetëm të tingullit, por dhe të mesazhit. Kjo ka shumë rëndësi. Prandaj muzika ka ndikim pozitiv, ka dhe ndikim negativ, madje ka dhe një vartësi, ka njerëz të cilët varen nga muzika dhe nuk mund të bëjnë dot pa muzikën, ajo kthehet një lloj vartësie, një lloj droge dhe dëmton po ashtu dhe dëgjimin. Dëgjimi i muzikës me volum të lartë dhe një përkohje të gjatë mund të japi dhe dëmtim në sistemin e dëgjimit në vesh. Megjithatë, ndikimi i muzikës varet shumë nga lloji i muzikës, mesazhi i saj koha dhe mënyra se si e përdor një person. E njëjta këngë për një njeri mund të ketë ndikim pozitiv dhe tjetra negativ. Kjo varet se çfarë njeriu pranon dhe ja përqas vetes së vet. Në fund mund themi se muzika edhe me ndikim pozitiv dhe negativ është një mjet i fuqishëm që mund të ndërtojë, të frymëzojë dhe të shërojë, por të ndikojë për keq sipas ritmit dhe mesazhit që ajo përdor dhe që nxit emocione dhe sjellje negative. Tani vim tek muzika kishtare dhe veçanërisht ajo bizantine. Muzika kishtare është muzika që përdoret në shërbesat fetare, për lutje, adhurim, për sihatje dhe shprehje shpirtërore sa më të drejtë për drejtë. Ajo ndryshon nga muzika e zakonshme sepse qëllimi i saj kryesor nuk është vetëm argëtimi ose thjesht nxitja e emocioneve apo të dopaminës, por lidhja e njeriut me të shenjtën, me trascendentën. Në shumë tradita fetare, muzika kishtare përdor zërin, sidomos muzika bizantine, dhe ashtu duke e harmonizuar me tekstet e shenjta, me kompozimet dhe na jep më të shpejt dhe më të qartë dhe më të ndjeshëm të gjithë këtë emocion dhe mesazh shpirtëror. Muzika bizantine është një nga format më të vjetra dhe më të pasura të muzikës kishtare dhe veçanërisht u lëvrua në lindje. Ai lidhet veçanërisht me traditën e kishës ortodokse lindore dhe trashëgimia kulturore e saj vjen nga perandoria bizantine. Dhe në një farë mënyrë u mbështet në kulturën ose muzikën e atyre trevave. Veçoritë kryesore të muzikës bizantine është kryesisht vokale, përdor më shumë zërin njerëzor dhe zakonisht nuk shoqërohet me instrumenta, dhe mund të themi që kjo është muzika më e lartë sepse ka elementi njerëzor, ka kordat njerëzore si instrument, bazohet në tekste liturgjike, këndohet bashkë me himnet të kishës, psalme dhe lutje të lidhura me shërbesa fetare ose të kremte fetare. Përdor një sistem të veçantë melodie të quajtur tone ose ehos, të cilat krijojnë ngjyra të ndryshme emocionale, ka karakter meditues dhe shpirtëror, synon të ngrejë mendjen dhe zemrën drejt lutjes. Këndohet shpesh në formë kori ose dialogu mes klerit dhe besimtarëve. Muzika bizantine ka një histori shumë të gjatë, që datojnë, mund të themi që nga shekujt e parë të Krishterërimit dhe u zhvillua veçanërisht në Konstantinopol, që u bë dhe si them kryeqyteti i dytë i perandorisë romake, ose Roma e dytë, Roma e re, dhe aty pra, duke marrë dhe traditën popullore të vendasve, filloi dhe u formua dhe u përsos muzika bizantine. Ajo ka ndikuar në traditat muzikore të shumë popujve të Ballkanit dhe të lindjes së mesme. Në thelb, muzika bizantine nuk synon thjesht të dëgjohet, por të përjetohet. Ritmi i saj, meloditë e zgjatura dhe tingulli i zërit krijojnë një gjendje qetësie, përqendrimi dhe përjetimi shpirtëror, dhe ajo ka një ndikim shumë të madh tek besimtarët. Muzika kishtare, dhe veçanërisht ajo muzikë që quhet muzika bizantine, ka një ndikim të thellë te besimtarët sepse bashkon tingullin dhe tekstin e shenjtë
me përvojën e lutjes. Ai nuk shërben vetëm si shoqërimi i ceremonisë, si një lloj sfondi, por ndihmon në krijimin e një gjendje shpirtërore. Le të flasim për disa ndikime kryesore të muzikës bizantine. Krijon qetësi dhe përqendrim shpirtëror, melodia e ngadalt dhe e përsëritur i ndihmon besimtarët të largohen për pak kohë nga shqetësimet e përditshme dhe të përqendrohen tek lutja, thellon ndjenjen e lutjes. Këndimi i himneve dhe psalmeve mund t'i bëjnë fjalët fetare të përjetohen më fuqishëm emocionalisht. Ajo nxit për ulsinë dhe reflektimin të besimtarit. Tingulli i saj solem mund të sjellë ndjenjë mirënjohje, pendese, shprese dhe afërsie me Zotin. Forcon bashkësinë komunitetin, ku besimtarët këndojnë së bashku, krijohet një ndjenjë uniteti dhe përbashkësie në adhurimin ton të krishterë brenda komunitetit. Ndihmon kujtesën shpirtërore, meloditë e përsëritura ndihmojnë që tekstet e lutjeve dhe mësimeve fetare të ruhen më lehtë në kujtesën tonë dhe kur i dëgjojmë ato ritme dhe ato tinguj shoqëruar me fjalë, pra na kujtojnë atë çfarë kisha përsëri dhe përsëri e jep duke katekizuar popullin e Perëndis sipas shërbesave fetare dhe të kremteve, afron ngushëllimin emocional në momente duke dhënë gëzim ose dhimbje, pendes. Pra, muzika kishtare dhe ajo bizantine i jep një ndjenjë shprese dhe mbështetje tek besimtarët. Pra, na i bën ambientin më të afrueshëm me dashur me Perëndin. Për shumë besimtarë ortodoks, muzika bizantine shihet si një urë midis njeriut dhe përvojës së shenjtë. Zëri, melodia dhe fjalët bashkohen për të krijuar një atmosferë lutje dhe përkushtimi. Nga pikpamja psikologjike, ndikimi i saj lidhet edhe me faktin se ritmi, përsëritja dhe tingulli i zërit mund të ndikojnë në gjendjen emocionale, duke sjellë qetësi, përqendrim dhe ndjenja të forta shpirtërore. Dhe diçka tjetër, ne mund të themi se muzika bizantine që përdoret në kish dhe ajo gjeti atë zhvillimin e plot në shekullin e 4 dhe më vonë pastaj duke u përsosur, duke pasur edhe korifejt e saj, ajo muzikë na bën neve qenie këngëtare. Do dim se ëngjit janë qenie këngëtare. Sipas shkrimit të shenjtë, neve na thuhet se ëngjit këndojnë Perëndis, triadikë, himne trishenjtor dhe e lavdrojnë Perëndin, pa pushim. Dhe këtë e bëjnë edhe me vegla muzikore. Të njëjtën gjë bëjmë edhe neve, besimtarët në tokë, ku adhurojmë Perëndin triadik, ashtu si ëngjit edhe me melodi. Por, siç thash, muzika bizantine nuk i përdor gjerësisht instrumentet, e përdor kordat zanore. Por, çfarë thon Etrit për muzikën kishtare? Etrit e kishës ka folur shpesh për fuqinë e muzikës kishtar dhe veçarisht, siç tham për atë bizantine, që ajo ndikon shumë te njeriu. Ata e shihnin muzikën jo si zbukurinë thjesht të shërbesës për ta bërë sa më argëtuese, por si një mjet për lutjen, edukim shpirtëror dhe afrim me Perëndin, ashtu siç përdoret edhe arti ikonografik ose arkitektura brenda kishës, përdoret dhe arti psaltik ose muzika. Disa ide kryesore të Etërve në lidhje me muzikën janë. Për shembull, Shën Vasili i Madh theksonte se psalmet dhe këngët e shenjta kanë fuqi të bashkojnë mësimin me kënaqësinë shpirtërore. Njeriu mëson të vërteta shpirtërore ndërsa zemra preket nga melodia. Shën Jangu i Arti fliste për ndikimin e madh të psalmeve te shpirti. Ai shpjegonte se këndimi i shenjtë mund të qetësojë trazirat e brendshme, të sjellë ngushëllim dhe të ngrej mendjen drejt Perëndis. Shën Agustini Hipos ka shkruar për fuqinë e muzikës në adhurimin e krishterë. Ai vuri në duke se kënga mund të prek zemrën thellë, por gjithashtu paralajmëroi se emocionet duhet të drejtohen nga kuptimi shpirtëror i fjalëve dhe jo vetëm nga bukuria e tingullit. Në traditën ortodokse, këndimi bizantin shihet në mënyrën që kjo muzikë të qetësoj shpirtin, të ndihmojë njeriu në lutje, të shprehë lavdërimin dhe falënderimin ndaj Perëndis, ashtu siç e shprehin dhe ëngjit, të krijojë një atmosferë të shenjtë, të gëzueshme në kish. Një ide e përbashkët e Etërve është se muzika e mirë kishtare duhet të shërbejë
fjalës së shenjtë, pra mesazhit që merret nga shkrimi i shenjtë, nga tradita e kishës. Melodia duhet të ndihmojë zemrën dhe mendjen të kuptojë dhe të përjetojë lutjen, jo vetëm të bëhet thjesht një shfaqje artistike. Kisha ortodokse i ka dhënë një rëndësi shumë madhe muzikës bizantine, ajo është sot një muzikë e organizuar dhe mund të them është një nga muzikat më të larta që përdoren në adhurimin e krishterë ortodoks. Sot ka shkolla që mësohet muzika bizantine, kemi edhe këtu në Shqipëri, kemi shkollën Joan Kokuzeli, dhe ky është një ndikim shumë i madh në adhurimin tonë të krishterë ortodoks edhe në gjuhën shqipe, që Kisha Ortodokse ka filluar ta ushtrojë mbas lirimit të fesë dhe mbas ringjalljes së Kishës Ortodokse autokefale në Shqipëri. Prandaj është e rëndësishme të dashur të krishterë të familiarizohemi me muzikën bizantine dhe të kemi dëshirë dhe ta njohim madje dhe ta mësojmë. Dhe kur shkojmë në kishë, është mirë që ne t'i përsërisim ato çfarë thon psaltët, pra me muzikën dhe me fjalën. Kisha ortodokse për të ruajtur një harmoni, përdor psaltët për të drejtuar popullin në lutje bashkë me muzikën, por kjo nuk e ndalon popullin që t'i shoqërohet psaltëve që dhe ata të këndojnë bashkë me tyre. Por duhet kemi kujdes, sepse nëse ne stonojmë, duhet kemi një zë më të ulët, pra që të kemi një harmoni dhe jo secili të këndojë në tingullin e vet, duke krijuar një disbalancë të tingujve dhe duke prishur harmoninë fetare. Por, përsëris, secili për nesh mund t'i meditojë dhe mund t'i thotë me veten e vet dhe me një zë të ulët, ose nëse ai ka dhunti muzikore, mund të bashkohet me korin e psaltëve dhe kështu të marrë pjesë në adhurim. Dhe kjo na ndihmon shumë. Përveç saj, neve këto himne i mësojmë, i mbajmë mend përmendesh, mund t'i themi dhe kur jemi vetëm në shtëpinë tonë ose në ambiente ndryshme, dhe kjo na ndihmon që të kemi një përqasje më të ngrohtë me Perëndin, më miqësore, më të gëzueshme, por duke përcjellë edhe mesazhin drejt për drejt në emocione dhe në zemrën tonë. Përveç muzikës bizantine, që ka ndikim shumë pozitiv, kemi dhe një tjetër muzikë që mund të gërshetohet me muzikën bizantine, që ndikon në emocionet shpirtërore, është dhe muzika klasike. Etrit e kishës na këshillojnë që përveç muzikës bizantine, ne mund të dëgjojmë dhe muzikë klasike. Dhe muzika klasike është përdorur edhe në adhurimin, jo në kishën ortodokse, por në Perëndim. Por mund të themi se muzika klasike konsiderohet nga shumë njerëz si shumë e mirë për të dëgjuar, sepse ka një pasuri të madhe të vijës melodike, tingujve melodik, që ndikon në intelektin ton dhe në emocionet tona, duke dhënë mesazhe pozitive. Ajo mund të ndikojë në mendje dhe shpirt në mënyra të ndryshme. Për shembull, le të flasim për disa ndikime pozitive të muzikës klasike. Ajo qetëson dhe relakson. Shumë vepra klasike kanë ritme dhe struktura që mund të ndihmojnë në uljen e tensionit dhe krijimin e një gjendje qetësie, nxit përqendrimin. Muzika klasike shpesh përdoret gjatë leximit, studimit ose punës krijuese, sepse mund të krijojë një atmosferë të përqendruar, zhvillon ndjeshmërinë artistike, ajo i hap një botë të pasur me harmoni, ngjyra, tingullor, me shprehje emocionale pozitive, shpreh emocione të thella, për shembull një simfoni ose një sonat mund të përcjell gëzim, dhimbje, mallëzhti, qetësi dhe shpresë. Pasuron shpirtërisht. Për shumë dëgjues, muzika klasike krijon momente reflektimi dhe përjetimi të bukurisë. Ka dhe një lidhje interesante mes muzikës klasike dhe muzikës kishtare, duhet ta themi këtë. Shumë kompozitorë të mëdhenj janë frymëzuar nga tema shpirtërore dhe fetare, si ishin edhe piktorët ose skulptorët, artistët dhe shkrimtarët, po ashtu dhe muzikantët, të cilët studiuan shkrimin e shenjtë dhe u ndikuan duke bërë vepra artistike muzikore, që janë këto të zhanrit klasik. Për shembull, vepra muzikore duke ndikuar edhe në adhurim, duke kompozuar muzikë, për shembull për meshën ose korale të ndryshme,
për të shprehur besimin dhe përkushtimin e tyre fetar. Megjithatë, ndikimi i muzikës varet edhe nga personi, gjendja e tij dhe mënyra se si e dëgjon. Për disa njerëz muzika klasike ndoshta mund të jetë edhe e mërzitshme, por muzika klasike dhe muzika kishtare, ajo bizantine, ka nevojë për një lloj, si them, arsimimi, një lloj dije dhe duhet ta njohësh në një farë mënyre, duhet të mësohesh me atë, të familiarizohesh që dhe ta pëlqesh dhe ta pranosh. Prandaj është mirë që dhe ne ta kultivojmë veten dhe fëmijët tanë si me muzikën kishtare, atë bizantine, por ta këshetojmë dhe me muzikën klasike sepse ka shumë benefite për gjendjen tonë emocionale, jo vetëm për harmoninë tonë shpirtërore, por edhe në marrëdhënie me trascendenten hyjnore dhe me njëri tjetrin. Por duhet kemi kujdes sepse muzika ndikon, si thash, edhe negativisht dhe ajo mund na manipulojë ndjenjat dhe mund të na çojë kundra edhe marrëdhënies me hyjnoren, por marrëdhënie me njëri tjetrin. Prandaj duhet pasur kujdes çfarë lloj muzike dëgjojmë. Nëse ne dëgjojmë një muzikë e cila është e zhurmshme, është me një ritëm të theksuar, që adrenalina ose dopamina, të cilat prodhohen nga sistemi nervor i trurit, neve na paralizojnë ndërgjegjen dhe pastaj na nxit në emocione të pakontrolluara ose në pasione, në dëshira mishore ose me anë të mesazheve, dhe kjo është shumë e rëndësishme, mesazheve që jep muzika, nëse ato janë mesazhe dëshpëruese, mesazhe vetvrasëse, mesazhe pasionante, mëkatare ose blasfemuese. Patjetër, kjo lloj muzike nuk mund thjesht të dëgjohet dhe nuk ka ndikim. Ajo ka një ndikim shumë të madh dhe ndikon drejt për drejt, po dhe pa kuptuar në subkushiencën tonë. Dhe lë gjurmë atje dhe dal nga dal ajo na manipulon dhe na kthen kundër të shenjtës, hyjnores, por edhe kundër virtuteve, kundër moralit dhe një marrëdhënie korekte me njëri tjetrin. Madje është vërtetuar se muzika ndikon edhe është përdorur në marrëdhëniet, si them, okulte që kanë përdorur njerëzit me atë që e quanin trascendente, por që në vetvete flasim këtu për ritet pagane, që ishin si një adhurim që i bëj demonëve, si thuhet edhe te psalmi se perëndit e kombeve janë demon. Po të shikojmë për shembull në disa kultura, në disa rite, për shembull në traditën ku përfshihet edhe vuduja, muzika dhe tingulli ka një rol shumë të rëndësishëm në këto lloj shërbesa. Për shembull daullet, këngët, ritmet e përsëritura dhe vallet përdoren si pjesë e ceremonive për të krijuar një atmosferë të veçantë shpirtërore, për shprehur besimin e komunitetit. Do dim se personi ose komuniteti bashkohet me anë të fjalëve, riteve, po dhe me anë të tingullit dhe me anë të lëvizjeve në një shërbes okulte, djallëzore. Dhe është një traditë, do dim, një traditë që na thuhet se vetë djalli ose Eusfori në qiell kishte detyrën për të kompozuar himnet qiellore, angjëllore që bëi Perëndis triadik. Por ai ra nga parajsa për shkak të krenarisë së tij, duke gënjur edhe një pjesë të madhe të botës angjëllore, gati 1/3 e tyre, të cilët u kthyen në demon, dhe mund themi se ai e ruan akoma këtë aftësi për të kompozuar muzikë, por këtë e përdor në negativitet. Prandaj, ku shikoj një muzikë e cila është me ndikim negativ në ritmin e saj, në manipulimin e emocioneve tona, por dhe në mesazhet që ai jep, patjetër këtu do të shikojmë në mënyrë të padushme ndikimin e djallit. Prandaj duhet pasur kujdes çfarë muzike dëgjojmë, çfarë ndikimi ka dhe çfarë mesazhi ajo na jep. Dhe mund të themi se ne orientohemi nga muzika që dëgjojmë. Prandaj nuk është gabim, se nuk është e tepërt të themi që njeriu mund të orientohet nga muzika, sepse muzika ka fuqi të ndikojë në mendime, emocione, kujtime dhe sjellje.
ajo është një nga format më të fuqishme të shpresë njerëzore, tham. Prandaj muzika orienton në drejtime të ndryshme, drejt smirës dhe qetësisë. Pra, muzika që sjell mesazhe shpresë, dashurie, mirënjohje ose reflektimi mund të ndikojë në ngritjen shpirtërore dhe emocionale, dhe ajo tham kishtare që ndikon në një marrëdhënie të drejtë për drejtë me Zotin, por nga ana tjetër ajo mund të kthehet edhe në një gjendje negative me mesazhe të dëmshme dhe që nxit urrëtie, dhunë apo sjellje të këqija, mëkatare, perverse, sidomos kur dëgohet shpesh dhe pa reflektim. Prandaj ne duhet ta përzgjedhim muzikën. Kuptohet, kur jemi në një ambient shoqëror, ne nuk kemi shumë akses sepse na afrohet ajo që dëgjojmë, por ne nuk jemi detyruar të dëgjojmë atë çfarë na afrohet. Çdo njeri ashtu si zgjedh mënyrën se si të përqaset ambientit, të vishet, të ushqet, po ashtu dhe atë çfarë ai dëgjon nëpërmjet muzikës. Prandaj duhet kemi kujdes për zgjedhjen e muzikës, dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ajo që dëgjojmë shpesh mund të ndikojë në gjendjen tonë emocionale, mendimet dhe mënyrën se si e shohim botën dhe si përqasemi asaj. Si asaj të dukshme, po dhe asaj të padukshme. Ashtu pra, si zgjedhim ushqimin për trupin, shumë njerëz mendojnë se patjetër duhet të zgjedhin edhe çfarë ata dëgjojnë dhe ushqejnë mendjen dhe shpirtin me anë të dëgjimit, dhe këtu futet edhe muzika. Dhe duhet kemi parasysh dhe këtë, të shohim mesazhin e këngës, jo vetëm melodinë, e theksojmë këtë, sepse fjalët kanë rëndësi. Është mirë të pyesim, a sjell kjo muzikë vlera të mira tek ne, apo na nxit urrëtien, dhunën dhe sjellje të dëmshme? Të vëzhgojmë se çfarë ndikimi ka te vetja jonë. Për shembull, pas dëgjimit të një muzike, si ndjehemi? Më të qartë, me veten, më të gëzuar, më të frymëzuar, apo më të shqetësuar dhe të rënduar apo të lodhur? Të mos dëgjojmë pa menduar. Duhet kemi një dëgjim të vëmendshëm se çfarë mesazhi ka dhe na jep ky tingull muzikor, jo vetëm si tingull, por kur shoqërohet edhe me fjalë. Pra, në qoftë ato fjalë janë diçka që nuk i përshtaten moralit ton, besimit ton, standardit ton etik, patjetër që neve nuk duhet t'i pranojmë, duhet t'i largojmë. Ashtu siç tham, bëjmë dhe me një ushqim, i cili për ne është i dëmshëm ose është helmues, patjetër ai njeri që është i zgjuar nuk e konsumon. Kështu duhet bëjmë dhe me muzikën. Dhe jo është thjesht se është muzikë dhe s'ka gjë dhe jemi të detyruar ta dëgjojmë. Në fund mund themi se zgjedhja e muzikës është një çështje e lirisë dhe përgjegjësisë personale. Një muzikë e mirë është ajo që pasuron njeriu, i sjell harmoni brenda vetes dhe ndihmon të rritet me anën emocionale, morale dhe shpirtërore, dhe e kundërta ajo që i sjell një regres shpirtëror dhe e ndan nga trascendentia hyjnore, nga e virtueshme e moralshme, por dhe nga marrëdhënie korrekte shoqërore. Muzika ndikon në subkonsciencë dhe duhet të jemi, si them, të qartë për të. Pra, ajo ka një ndikim në vetdije ose në proceset mendore që veprojnë pa vetdije tonë të drejtë për drejtë. Por ky ndikim nuk është në një kontroll magjik i mendjes, ai ndodh kryesisht përmes mënyrës se si truri i ruan kujtimet, emocionet, modelet e tingujve dhe lidhjet personale që krijon pra ai tingull. Për shembull, disa mënyra të tilla mund na ndikojnë përmes përsëritjes. Një melodi ose ritëm i dëgjuar shpesh mund të mbetet në kujtesën tonë dhe ndikojë në humorin ton ose në mënyrën se si reagojmë. Pra, neve na vjen muzika në mënyrë pavetdijshme atë që kemi dëgjuar dhe na risillet në memorien tonë. Dhe kjo na manipulon përsëri ndjenjat. Pra, nëse një muzikë e mirë, ajo në subkonsciencë jonë ose në vetdia jonë punon që të na risilli përsëri këtë ndjenjë emocionale pozitive, dhe kundërtën, nëse ajo është negative, në vetdia jonë na i sjell të gjendje emocionale negative. Prandaj, ajo çfarë dëgjojmë nuk humbet, ajo
depozitohet, archivohet në nënvetdijen tonë, në subkonsciencën tonë dhe na rikthehet. Prandaj duhet kemi kujdes se çfarë depozitojmë në mendjen tonë, në gjendjen tonë psiqike, emocionale, sepse ajo është aty. Dhe mund themi që ajo do të na rishfaqet dhe në momente ndoshta që nuk donim ta dëgjonim. Për shembull, një muzikë negative ose fjalë negative, forcat demoniake, të cilat i inspirojnë dhe i drejtojnë, mund na i sjellin këto në vëmendje kur ne do të lutemi ose kur ne jemi në adhurim në një vend të shenjtë, dhe aty të vjen melodia ose të vjen edhe mesazhi i një këngë e cila nuk i përshtatet ambientit të shenjtë. Prandaj duhet pasur kujdes nga ajo çfarë ne depozitojmë e ushqejmë mendjen tonë me muzikën dhe mesazhet që ajo jep. Kështu pra, të dashur të krishterë, duhet kemi kujdes sepse muzika ka një ndikim të jashtëzakonshëm tek njeriu, përveç bukurisë sjell të një drejtim të brendshëm, sjell paqe, qetësi, ndikon në reflektim, zgjon minjorje dhe përësi, afron njeriu me lutjen dhe me të mirën, ose në të kundërtën, ajo bëhet një pengesë shumë e madhe, jo vetëm për emocionet tona, por bëhet një pengesë për një marrëdhënie korekte me hyjnoren dhe me të moralshmen. Dhe kështu mund të bëhet një mjet për humbjen e shpirtit ton, dhe kjo është shumë serioze. Prandaj dhe kisha i ka dhënë rëndësi shumë madhe në artin kishtar edhe muzikës, siç tham, muzikës kishtare ose muzika bizantine, e cila është kompozuar në atë mënyrë që ajo të na çojë në një gjendje shpirtërore të mirë, në një gjendje shpirtërore vigjilente, të arsyeshme, komunikuese me hyjnoren, jo vetëm paqësore, të gëzueshme, jo vetëm nëpërmjet tingullit dhe harmonisë, me anë të kordave zanore, mund të përdoren edhe vegla muzikore, por siç thash në traditën ortodokse këto vegla muzikore janë të minimizuara ose nuk janë, dhe po ashtu shoqërohet edhe me mesazhe, të cilat janë mesazhe hyjnore nga shkrimi i shenjtë ose kompozime të kishës nëpërmjet poetëve të shenjtë të saj. Dhe ne duhet të kultivojmë muzikën kishtar, ne si besimtar të krishterë, duke gëshetuar dhe me muzikën e lehtë, por sidomos dhe me muzikën klasike. Muzika bizantine dhe muzika klasike janë dy lloj muzikash që na ndihmojnë shumë neve në një marrëdhënie shpirtërore shumë të mirë, por edhe në një në një harmoni në komunikim me Zotin, me veten, me të tjerët dhe me mjedisin. Prandaj mund ta mbyllim edhe me një fjalë. Çfarë muzike dëgjojmë, tregojmë se çfarë botë shpirtërore kemi. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe emisionin për sot, por takuar në emisionin tjetër, deri atëherë mirupafshim.